kishin zevale të mëdha ato, edhe e mbani si model të Dorovin, që kishte patur dy djema jo. Edhe njëri iku partizan, tjetri iku me ballin. Ishte nga Mesapliku kjo? Kjo ishte nga Matogjini, po Xhexhi Liria ishte nga Matogjini. Ishte bia Abdullimerit, ishte Mbesa Hoxhet, themi ne. Mbesa Hoxhet e Matogjinit kjo. Edhe e kishte me shumë pasion, edhe ishte shumë grua antike, shumë grua e titur, ishte vrarë dhe burrin në lufte. Kishte shumë dhimbje familja jonë. Edhe e kishte zevale, kishte duf këtë. Edhe i mjashtu gjithmonë atë vajnë ajo që i shoqi, i Dorovis, ishte i burr kapetan e tjere, i tha gjotha, djemë duket se ikën, të dyta. Po unë nuk dua vaj, tha, këto tha, se unë dam djemë. U vrana, ka njëre e vrana dhe që të vra këtej. Mi punon në duhet qaj, kishte, edhe pas pak kohë i vdes i kunati kësaj. Edhe qa bëndë kjo shfryzon të rasin vetë të qante, dhe me të qante kunatin. Po kishte hallën e saj kjo, atë plakën e vetë, edhe qante. Edhe e bënte kështu ajo, edhe në liria Xhexhia jonë, e bënte njësoj sikur si ajo, këto. Qerqis që i ke nashti, do të jap një porosi, aty në dhe unë e zi, ma se pjek dhe djemë të mi, thësh, la fose në mbajën mri, se kanë që në dy parti, thuaj të rinë gji për gji, se janë vëllezër së dy. Kjo isha maneti, nënës, plagë e madhe, nënës që, mirë ati, po dhe në varë këta, flasë të qarë bëjnë, këto se që...